Dolce është një nga ato femra që nuk kalon kur pa u vënë re. Me linja perfekte, me një elegancë të lindur dhe një prani që të mbetet në mendje, ajo përfaqëson kombinimin ideal të bukurisë, vetbesimit dhe finesës. Çdo dalje e saj është një skenë më vete, lëviz me stil, flet me qetësi, buzëqesh me sinqeritet dhe rrezaton një energji magnetike që tërheq vëmendjen e të gjithëve përreth. Në çdo shtëpi, Dolce është më e mira e shtëpisë. Jo vetëm për pamjen, por edhe për mënyrën si di të ruaj qetësinë, elegancën dhe klasën edhe në situatat më të nxehta. Ka atë lloj karakteri që nuk ka nevojë për zë të lartë për të dominuar. Mjafton prania e saj. Ajo është tërheqëse jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht, një femër që di të japë butësi, por edhe të ruaj pavarësinë dhe forcën e saj. Shumë e kanë kërkuar sërish në reality show, ashtu siç u kërkua edhe në Itali, ku Dolce shkëlqeu në stilin e saj unik dhe u bë një prej figurave më të komentuara dhe më të pëlqyera. Karizma e saj krijoi jehon tek publiku italian, duke e futur në radhët e personazheve më të suksesshëm dhe më të përfolur. Tani, me zërat që qarkullojnë se mund të futet në Big Brother Albania, pyetja e madhe është: a do të jetë po aq e suksesshme sa në Itali? Përgjigjja është e thjeshtë. Dolce ka çdo potencial për të qenë edhe më e suksesshme. Publiku shqiptar vlerëson bukurinë natyrale, qëndrimin e fortë, stilin, por edhe karakterin e qetë dhe të mençur. Ajo ka gjithçka nga këto. Ajo di të jetë zonjë, di të jetë vajzë e thjeshtë kur duhet, por di të jetë edhe diva që vjedh skenën pa e provuar shumë. Dolce është ajo lloj femre që publikun e fiton ngadalë, por plotësisht. Me pamjen e saj të kuruar, me natyrën e ëmbël, me vetbesimin që nuk e tepron kurrë, ajo di të krijojë një imazh që i reziston kohës. Nuk është vetëm bukuria, është qëndrimi. Është mënyra si ecën, si flet, si mban kokën lart edhe kur të tjerët lëkunden. Nëse ajo hyn në BB Albania, do të jetë një prej konkurrenteve më të diskutueshme.